Përshëndetje miq, ju përshëndes përsëri me Moza Elezi. Shpresoj që po e ndiqni me vëmendje programin mbi kanunin e labërisë, pasi sidomos shqiptarët të cilët gjenden jashtë shtetit, jo të gjithë kanë mundësi të përvojtojnë këto libra dhe të lexojnë ato që janë kureshtar, se jo të gjithë janë kureshtar. Se sikur të ishin të gjithë kureshtarë të dashuruar mbas librit dhe mbas leximit, me të vërtetë jeta jon do të ishte shumë ndryshe dhe do të ecëm shumë më përpara, por një pjesë shumë e vogël janë ato të cilët lexojnë, kërkojnë dhe tregojnë interes për librin. Me të vërtetë, sidomos për shqiptarët e Shqipërisë është e vështirë të lexojnë libra sepse librat janë shumë të shtrenjtë në Shqipëri. Pra një libër kushton 15 euro, 20 euro, 30 euro. Biles ka edhe libra që kushtojnë 100-150 euro, të cilët unë kam blerë një nga ato libra, por ajo që na ka munguar gjatë gjithë historisë ka qenë leximi, kanë qenë shkrimet, sepse ne nuk kemi pasur shkolla në gjuhën shqipe, sidomos në Shqipëri, sidomos gjatë kohës Osmanllie, shkollat shqipe kanë munguar, shkrimet në gjuhën shqipe kanë munguar, patjetër që në atë kohë është shkruar, por është shkruar me shkronjë arabe. Pra është diçka që ne nuk e kuptojmë sot. Jemi te kanuni i labërisë, deri tashmë kemi parë 8 kapituj dhe në 8 kapituj kemi parë 95 nene, po shpalosim kanunin. Kanuni ai që ka funksionuar që nga lashtësia deri në sot për të mbrojtur të drejtat e njerëzit, për të vendosur barazinë në njeri, për të vendosur rregullat, ashtu siç kemi kushtetutën sot. Por siç duket kanunet dikur kanë funksionuar me fuqi dhe kanë qenë të prerë. Sot jemi në kreun e 9 të kanunit të labërisë dhe jemi në nenin 96. Pra kreu 9, kapitulli 9, neni 96. Në nenin 96 ne do të shikojmë sot sistemi i gjyqeve të pleqjve. Pra në kapitullin që shkoi ne pamë kuvendet, funksionin e kuvendeve, të cilët ato kishin funksionin e gjykatës, kishin funksionin e prokurorisë, kishin funksionin e parlamentit të sotshëm dhe sot do të shikojmë sistemin e gjyqeve, pra sipas kanunit të labërisë. Pastaj, siç e kam theksuar dhe më parë, në programet e tjera që do vinë, do shfaq edhe kanunin e Lek Dukagjinit, kanunin e Skënderbeut, kanunin e Lumës, kanunin e Gjakovës, kanunin e Dibrës, etj. Dhe mbas këtyre programeve patjetër që do të shfaq edhe dokumentet e arkivave Osmanllie, sidomos të defterit Arvanitas që përbëhet nga dokumentet arkivore të përgatitura nga historiani i njohur Halil Inanxhë, i cili ai ka përmbledhur dhe ka shkruar mbi temën shqiptare gjatë Imperatorisë Osmanllie. Tani, kreu 9, sistemi i gjyqeve të pleqjve. Neni 96, sistemi i gjyqeve të pleqjve. Gjyqi i pleqjve të Mahallës, Vëllazërisë, Lagjes, Qetës, gjyqi i pleqjve të fshatit, Katundit, gjyqi i pleqjve të Krahinës, Vilajetit dhe gjyqi i pleqjve të ndërkrahinor. Do të shikojmë këto 4 gjyqe. Neni 97, përbërja dhe veprimtaria gjyqësore. Gjyqi i pleqjve thirret nga palët e interesuara dhe përbëhet nga 1 ose 2 burra zakoni për secilën palë, sipas kërkesës së tyre. Në përbërjen e gjyqit të pleqjve si rregull caktohen pleqj zakoni, burra të moshuar, por mund të jenë edhe të rinj të dalluar për ndershmëri, drejtësi e aftësi. Gratë nuk mund të marrin pjesë. Gjyqi i pleqjve e ushtron veprimtarinë e tij gjyqësore në bazë të kanunit dhe mund të shqyrtojë e zgjidhë konflikte civile, pronësore, familjare e penale, brenda kufive të njësisë së tokësore të vetëqeverisjes vendore. Kur një person thirret për plak, zakoni në një çështje gjyqësore detyrohet të pranojë, përveç rasteve të gjendjes së keqe shëndetësore ose të fatkeqësisë familjare apo kur ka lidhje miqësore apo armiqësi me njërin nga palët në konflikt. Këtu kemi shënim. Tregojnë në Dukat të Vlorës, në fillim të vitit 30 të shekullit 20, doli një djalë i zgjuar që fitoi besimin e popullit për zgjedhjen e drejtë të çështjeve. Pleqtë e mëparshëm të implikuar në rishfete e hatërve e ngaturuan këtë djalë dhe në fund e asgjësuan fizikisht që të liroheshin prej tij. Gjithmonë dhe kudo ka funksionuar dhe padrejtësia dhe gënjeshtra dhe mashtrimi. Neni 98, procedura e gjykimit, shqyrtimi dhe gjykimi i çështjeve civile, familjare apo penale bëhet sipas një procedure të parashikuar në kanun dhe vendimi i jepet i barazuar në kanun dhe në drejtësi të popullit. Neni 99, gjyqi i pleqjve në Mahallë. Gjyqi i pleqjve të Mahallës, vallëzërive, shqyrton e zgjidh konflikte të ndryshme pronësore, familjare apo penale, që ndodhin brenda barqeve e vallëzërive në Mahallë kur nuk janë zgjedhur nga plaku i barkut. Neni 100, vendimi i gjyqit të pleqjve të Mahallës. Gjyqi i pleqjve të Mahallës për dëmet të pasurisë vendos dëmshpërblim dhe gjobë, kurse për vepra penale dënime të parashikuara në kanon. Neni 101, gjyqi i pleqjve të fshatit, Katundit. Gjyqi i pleqjve të fshatit përbëhet si rregull nga 1 ose 2 pleqj për secilën palë në konflikt. Në raste të veçanta,
për zgjidhjen e konflikteve penale mund të bëjnë pjesë edhe nga 3 pleqë për secilën palë kur thirren prej saj. Në gjyqin e pleqëve të fshatit marrin pjesë burra zakonit të njohur për ndershmëri, drejtësi e urtësi. Gjyqi i pleqëve të fshatit e ushtron veprimtarinë e tij gjyqësore vetëm për çështje konkrete dhe nuk është organizëm i përhershëm i qëndrueshëm i pazëvendësueshëm. Neni 102. Të drejtat e gjyqit të pleqëve të fshatit. Gjyqi i pleqëve të fshatit ka të drejtë të marrë në shqyrtim e të zgjidhë konflikte civile, pronësore, familjare, shoqërore dhe penale midis personave apo shtëpive të mahallës vëllazërive të ndryshme. Në konflikte civile, shqyrton e zgjidh në radhë të parë ato pronësore për kufi toke apo mali. Konfliktet për mos shlyerjen e detyrimeve, për mosbatimin e marrëzhveshjeve, kontratave, për ndarjen e pasurisë së trashëguar, dëmet në pasuri, bujqësi e gjetkë. Në konfliktet familjare, shqyrton e zgjidh ato që kanë të bëjnë midis vëllezërve e kushërinjve, për prishje martesash, fejesash ose fejesa jashtë fisit apo ato midis prindërve e fëmijëve. Në konfliktet penale, gjyqet e pleqëve ndërhyjnë për veprat penale të rrahjes, plagosjes, thyerjes, shpifjes, vrasjes, vjedhjes, grabitjes, shkatërimet e dëmtimet të rënda për vepra penale kundër organizmave të vetë të qeverisjes vendore. Gjyqi i pleqëve ndërhyn për të parandaluar hakmarrjen dhe përpajtimin e hasmërive bazuar në kanun. Neni 103. Pjesëmarrjen në gjyqin e pleqëve të fshatit. Gjyqi i pleqëve të fshatit gjatë shqiptimit të konfliktit zbaton normat e kanunit dhe nuk lejon të marrë pjesë njëri tjetër veç atyre që thirren për të dëshmuar. Neni 104. Prishja e vendimit. Kur njëra nga palët e interesuara merr vesh se vendimi i gjyqit të pleqëve është dhënë me hatër e rishfete, ka të drejtë të mos e pranojë dhe vendimi prishet. Në këto raste, kur vërtetohet se vendimi është i padrejtë, pleqët përjashtohen nga çdo lloj pleqësimi dhe mbeten të turpëruar e me faqe të zezë. Neni 105. Pleq mbi pleq. Pleq mbi pleq. Thirren vetëm atëherë kur vendimi i gjyqit të pleqëve të mëparshëm, kur vendimi i gjyqit të pleqëve të mëparshëm prishet për shkaqjet e parashikuara në nenin e mësipër. Pra, kur ato janë të turpëruara me faqe të zezë. Po, që se palët kanë pranuar vendimin e përparshëm të gjyqit të pleqëve, nuk kanë të drejtë të kërkojnë pleq mbi pleq. Vendimi i fundit i pleqëve mbi pleq i bazuar në kanun është i formës së prerë dhe i detyrueshëm për të zbatuar. Këtu kemi një shënim. Me forcimin e pozitës së agallareve në shoqëri, fillon të ndryshojë dhe përbërja e gjyqit të pleqëve, si dhe misioni i tyre ndikohet nga hatërmbajtjet, rishfetet e tjerë. Personi me emër S.A. tregon se si plak zakoni i shuajtur njihet për shembull Arif Mëhilli nga Kuqi, i cili ka bërë gjykime sipas së drejtë zakoneve në trevat e Labërisë për zgjedhjen e mosmarrëveshjeve e konflikteve midis familjeve, fisëve e fshatrave, për faljen e pajtimin e gjaqve, për dënimin e personave që kryejnë vepra penale si shpifje, rrahje e tjerë. Në kuvendin e mbledhur në Vuno për zgjedhjen e konfliktit mes barqeve, Spira e Labaj, ku merrin pjesë nga të gjitha zonat e pjesës jugore të vendit, fjala e Arif Mëhillit luajti rol vendimtar për faljen dhe pajtimin e palëve në konflikt. Më 29 nëntor të vitit 1924, Arif Mëhilli u ngarkua nga kuvendi, Kongresi i Kuqit me detyrën e kryetarit të Komisionit të Pajtimit të Gjaqeve e të Zënkave në Kurvilesh e Mallakastër. Neni 106. Shpërblime për gjyqin e pleqëve. Gjyqi i pleqëve për detyrat që kryen nuk merr shpërblim në të holla nga palët e konfliktit, por vetëm mund të pranojë dhurata ose shpërblime në natyrë, si për shembull një palë këpucë. Sasia e shpërblimit dhe natyra e tij nuk janë të parcaktuara, por varet nga dëshira dhe mundësia ekonomike e palëve në konflikt. Neni 107. Ndërshkimet për mosbatimin e vendimit. Gjyqi i pleqëve të fshatit për mosbatimin e vendimit ka të drejtë të jap masa ndërshkruese të parashikuara në kanun, me gjobë ose me bojkotim, kurse për konfliktet civile dhe me dërshpërblim. Neni 108. Gjyqi i pleqëve të Krahinës, pra të vilajetit. Gjyqi i pleqëve të Krahinës së vilajetit përbëhet nga 1 ose 2 pleq zakonit të njohur që përfaqësojnë palët kundërshtare në konflikt. Gjyqi i pleqëve të Krahinës e ushtron veprimtarinë gjyqësore vetëm për çështje të caktuara dhe nuk është organizëm i përhershëm e i vazhdueshëm. Ai thirret për zgjidhjen e konflikteve të rënda midis fratrave të Krahinës, si për caktimin e kufive, të tokave apo të maleve, ose për pajtimin e hasmërive ndërmjet tyre, duke u bazuar kurdoherë në kanun dhe në drejtësinë popullore. Neni 109. Pjesëmarrja në gjyqin e pleqëve të Krahinës. Gjyqi i pleqëve të Krahinës në shqyrtimin e zgjedhjeve të konflikteve civile apo penale nuk lejon pjesëmarrjen e personave të tjerë, veç atyre që thirren për të dëshmuar duke zbatuar rregullat e parashikuara në kanun. Neni 110. Vendimi i gjyqit të pleqëve të Krahinës. Në vendim për veprat penale mund të jepen masa ndërshkruese të parashikuara në kanun me gjobë, dëbim,
kurse për konfliktet civile jepet gjobë dhe dëmshpërblim. Vendimi i gjyqit të pleqjve të Krahinës është i formës së prerë dhe i detyrueshëm për të zbatuar nga palët në konflikt. Neni 111. Masat e marra në rast moszbatimi. Në rast se vendimi nuk zbatohet, gjyqi i pleqjve të Krahinës ndërmjet kuvendit të burrave të Krahinës merr masa për që palët në konflikt të detyrohen të zbatojnë e paguajnë gjobën dhe dëmshpërblimin. Neni 112. Gjyqi i pleqjve ndërkrahinor. Gjyqi i pleqjve ndërkrahinor është organizëm i jashtëzakonshëm që ushtron veprimtari gjyqësore vetëm për konflikte të rënda, pra vepra penale, të ndodhura midis fshatrave të krahinave të ndryshme, duke u bazuar kurdoherë në kanun. Gjyqi i pleqjve ndërkrahinor përbëhet nga 1 ose 2 përfaqësues nga fshatrat e krahinave në konflikt, burra zakoni të shquar e të njohur botërisht. Gjyqi i pleqjve ndërkrahinor vendos zgjedhjen e konfliktit me pajtimin, duke caktuar detyrimet e secilës palë që të respektojë marrëveshjen e normave të kanunit. Neni 113 është neni i fundit i kapitullit 9 dhe thot: për ekzekutimin e vendimit të gjyqit të pleqjve, Këshilli i pleqjve të fshatit ose krahinës cakton 2-3 djem për të siguruar dëmshpërblim për të dëmtuarin. Dhe si përfundim lexojmë shënimin. Shembulli i gjyqit ndërkrahinor është ai i vitit 1941 në lumin e Sasajt për konfliktin midis Filurit të Himarit dhe Sasajt të Salandës, për disa vrasje ku ishin thirrur pleqj dhe nga fshatrat e krahinave të tjera, por gjyqi nuk mori dot vendim për shkak se atë ditë u kryen vrasje për hakmarrje nga Filuri kundër Sasajve. Pra, ky ishte kapitulli i 9, ku pam 113 nene të kanunit të Labërisa. Në kreun e 10, në kapitullin e 10 do të shikojnë organizmi luftarak i vetëmbrojtjes së vendit. Dhe kështu me radhë do të vim deri në kapitullin e fundit dhe deri në nenin e fundit që është neni 883. Pra, faleminderit për ndjekjen, shpresoj që të gjithë miqt, ato të cilët janë të interesuar, përkrajnë duke shpërndar videot dhe mirupafshim në kapitullin e 10.